Mas me harru identitetin ton, edhe fetar, edhe kombëtar. Mas me harru se jena musliman dhe i robnoh në vetëm Allahut, i përull në vetëm Allahut, e qyrim drejtësinë ashtu si na ka mësuar Allahu, dhe mos harrojmë se jena edhe shqiptar se ashtu na ka kriju Allahu. Dhe e kena për detyrë me mbrojt atë identitet, sepse është prej argumenteve të Allahut në krijim. Si thot Zoti, dhe ne ju krijuam juve fise e popujt të ndryshëm, që të njiheni mes vete. Në një ajet tjetër kuranor thot, prej argumenteve të Allahut është se ai ju ka bën juve me gjuhë të ndryshme. Tana këto janë argumentet e Allahut që duhet me rujt dhe duhet me e falenderu Allahun për këto mirësi që na ka dhënë. Vlerësimi i fëmijëve tonë, ndëgjimi i tyre dhe udhëheqja e tyre drejt lumturisë së dy botëve janë detyrat tona të pashmangshme. Mos harroni diçka se ai njeri që i nënshtrohet Allahut, ai njeri që e ka Allahun për Zot, ai është i fundit që e shet vendin e vet edhe e tradhton vendin e vet. Ai njeri që s'ka dinë e iman, ai njeri që rrin të bë propaganda, ai njeri që rrin të e shoh fen, dhe ai njeri që rrin të e përdor ndjenjen kombëtare për përfitimet veta dhe për agjendat huaja, ai është njeri shumë i ulët që Allahu ka me poshnu në dynjë dhe në ahiret. Dhe i ka poshnu në fakt në dynjë dhe në ahiret se të leh sa më tepër që të lehin njerëzit pa dinë, pa iman, të mundu me sulmu shumicën e popullit ton, ata mesin vetëm si me kanë qenj. Kush u bë me na mësu neve se ç'a duhet me njek e si duhet mu udhëzu, e ç'a duhet me lanë, e ç'a duhet me marr. Kush është ai njeri ignorant që mundohet me mësu shumicën e popullit se si duhet me kanë adhëtar edhe si duhet me kanë fetar. Ai që rrin të afut me pi raki me djath, me shocnu me djath rakin, edhe që s'din me lidh dy fjalë me njëra tjetrën. Ai dhe me na mësu neve intelektin dhe udhëzimin. Ai njeri që shtëpia vet nuk e den, e hall jashtë. Ata njerëz që rrin të lehtë edhe marrin tonë të parë edhe mbledhin 5-6 vet, një doj nuk i njeh kërkush mbrapa. Gjoja na pashesi patriotizëm. Musliman, besimtar, ata që e njohin për Zot Allahun, ata janë bërthama dhe shtylla kurrizore e popullit. Ata e marrin se nuk e shesin, asgjë nuk shesin ata, sepse i friksohen Allahut.